Në Bleran të njësisë administrative Rrethina ka nisur puna për rikonstruksionin e rrugës Mark Sadiku, një investim i shumë pritur që vjen pas më shumë se 26 vitesh arres. Segmenti rreth 1 kilometër që u shërben rreth 150 familjeve të zonës, po merr më në fund standardin e duhur të infrastrukturës. Ma shumë se 20 sa po bëjnë të si ko marrë në varë. E ku shëra më rapën dhe një tash si ko, dhe tash vërën kanë një se ka përnujnë nga. Që kanë pas ka dalin prej loqët e prej zonave si jo kanë rruga gushtë e njështë. Më më një si jo ka shtruar se sa me mjetë po ashtruar. Për gjithsesi, faleminderit për jush. Punimet përfshin rehabilitimin e shtresave të rrugës, sistemimin dhe përmirësimin e qarkullimit për banorët, që prej vitesh janë përballur me vështirësi në këtë aks. Këtu jemi në fshatin Bleran, në rrugën Mark Sadiku, po bëjmë asfaltimin e rrugës rreth 1 kilometër e 200 metra. Është rrugë që shërben rreth 150 familjeve në këtë zonë. Punimet po ecin mirë, bashkia na është ofruar në ndihmë, edhe banorët janë shumë gëzuar për punimet që jemi duke kryer. Momentalisht jemi duke vazhduar me punën intensivisht. Bashkia Shkodër thekson se vëmendja ndaj investimeve mbetet e shpërndarë në të gjithë territorin, jo vetëm në qytet, por edhe në çdo njësi administrative, ku nevojat për ndërhyrje kanë qenë të akumuluara prej shumë vitesh. Ky projekt shënon një tjetër hap përpara drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe rritjes së cilësisë së jetës për banorët e kësaj zone.